Para disa ditë e lexova një ndodhi të njonit në Egjipt, i cili kishte lexuar se seleft e parë kishte prej tyne, sikur Sufjani Thauri, që kishte qelë një varr në oborrin e vet, edhe kur fillonte me harru Zotin, s'ka lexuar tamam faqet Kur'anit, sa duhet po hin në atë varr edhe pe kujton vetin, çka se kur të vdes vllazën, secili njeri që vdes ka me thonë, o Zot, mjep jetë, po kthehem tash po bëhem i mirë. Ka me lyp rastin, mjep ja Rabbi, tash po du më bëj i mirë. Allahu Teala nuk jep atë mundësi robit. Ai ose të partë kanë bërë kësi varreza dhe i kalon në borë. Thashë kujtova të lexuat ndodhi. Dhe për të regon një Egjiptit, për të regon tha shkova një natën, që me pas pa tha njerës, ose ata portirat e varrezave kishin kujtu që kom lujt menç. Shkova, thot, edhe komenu veten që jam muslimani i mire, jam trim, kur u futan mes varrezave, tha fillova mu tut, natën. E pa është terri madh, errësire madhe, dhe më kapën dridhme të ftoftit dhe të frigës. Dhe që ka atje adet milon disa varreza të gatshme. Jo sikur këtu që varreza gjitë, s'kan tut të Allahit edhe bëjnë rishfet, shesin vorras, si malli babës vetë më konë. Edhe shkoj njerëz të ne, thotë e kom ble vorr. Për ku i ke ble vorrin? Varrezat në prizan janë të komunës, jo të vorragjive, janë nga të nonës po duhen, se dorë për dorë kanë me çuti me nonën në dynjë. Më kanë që ashtu ne kishin me i prun këtë gratë Resulullah s.a.s. nga pejgamberit alayhi salatu wassalam. Me po çfarë thot? E shiqova një varr të qetë dhe u futa mrenda. Thot, frigën më të madhe një teme që kom përjetu ishte në momenti kur u shtrina në atë varr. Edhe mu dogë se dikush malshej dhejon për mi. Edhe tash kanë me marrë Munker dhe Nekir, dy me laçe dhe me mpyt. Kush o Zoti yt, kush o feja jote, kush o pejgamberi yt, edhe me mpyt për namazin, e me mpyt për haramin. Thot, aq shumë u friksova, mendova se vdiqa. U tuta mos më vjen e me laçja që ka në hadith pejgamberit alayhis salam. U tuta mos më vjen puna jeme e keqe në formën e krijesës më të shëmtut. Edhe kur e pyet nirin varr kush je ti, i thot un jam puna jote e keqe. Un jam namazi yt që se ke fal. Un jam alkooli yt, un jam zinaja jote, un jam shiqimi yt, un jam përgojimi yt, un. Të gjitha punët e këqija ti përkujton. Ty. Atëherë tha dola dhe falenderova Allahun Teala, thash o Zot, falenderimet e panumërta që takojnë ty, që për çdo sabah po ma jep mundësinë mu çu edhe një herë me bë tobe për mungesat e mia, mëkatet e mia, mangësitë e mia, po ne s'po dim me shfrytzu këtë dhunti dhe nimet që na e ke dhënë ja Rabbi. S'po dim vllazën me shfrytzu neve që sabah për çdo ditë Allah po na jep të dhunti. Po çdo sabah po më nejm sot ku i kom jalshu, sot ko kom me mashtru, sot si kom me tradhtu, cilën femër me e zon, si me e bo pasulin me haram me e shtu, cilit mi dhon për atyne të tenderit rishfet, kuj mi dhon ma shumë, kuj ma pak e... Nësa të gjitha ato kanë me dëshmu kundër teje, në ditë gjykimit, Allah na letësof natën e vorrit, ja Rabbi.